Lilit përshëndes edhe unë, fakt mbrapa krave të mi është edhe pika e exchange-it brenda qendrës tregtare Concord Center këtu në zonën e 5 Majit, për cilën mëngjesin e kësaj të enjte ka qenë prej një grabitje me armë nga një person i ende i pa identifikuar. Nëpërmjet pamjeve që na mundson operator ynë Emiliano Hysa, shikohet që është pika e Western Union, në fakt që është një pikë që përveç këmbimit të parave kryen disa pagesa të ndryshme si gjobat e makinave apo edhe siguracione dhe rimbushje telefonash ku një person i cili sipas edhe kamerave të sigurisë të cilët janë të shumtë në këtë qendër tregtare është afruar rreth 40 i moshës rreth 40 vjeç me jelek të zi dhe me një xhup blu dhe me kapuç ka bërë një vjedhje brenda kësaj pike të Western Union dhe më pas është larguar. Qendra tregtare në fakt ka disa hyrje dhe dalje, mundësisht edhe nga lokalet të cilët janë të shumtë për rreth gjithë qendrës, por dy hyrje kryesore që është edhe nga zona e 5 Majit e deri tek zona tjetër që është mbrapa Concord Center. Sipas informacioneve janë sekuestruar disa kamera sigurie të qendrës tregtare, të cilët kryesisht janë edhe të bizneseve, por edhe të dyqaneve në këtë zonë, ndërkohë po punohet për identifikimin e plotë të personit i cili ka kryer grabitjen me armë zjarri. Janë në fakt edhe pronarët apo punëtorët të cilët janë në këtë ambient kanë qenë të traumatizuar dhe ende nuk kanë dhënë paktën dëshmi të plotë sa i takon mënyrë se si ka vepruar 40 vjeçari, i cili paktën nga parametrat fizike policia e ka bërë një identikit të qartë atij shtetasi i cili ka kryer vjedhjen, ndërkohë që do rishikon edhe kamerat e sigurisë të cilët janë brenda ambientit të pikës së këmbimit valutor, ku do të shikohet më shumë mbi veprimet apo mbi detajet konkrete se si është vepruar dhe si ka ndodhur e gjithë grabitja me armë zjarri. Siç e thash edhe më sipër, është një këmbim valutor brenda qendrës tregtare të Concord Center këtu në zonën e 5 Majit. Minjëherë sapo është marrë informacioni për grabitje, forcat policore kanë rrethuar qendrën tregtare dhe më pas janë vënë edhe në shërbim policia e shtetit për të, më themi, parandaluar një farë mënyre edhe autorin e dyshuar të kësaj ngjarje. Disa prej hetuesve janë vënë në ndjekje të tij pra të një personi me këto parametra, sepse informacioni i parë është marrë pikërisht nga kamerat e sigurisë të cilët ndodhen brenda Western Union dhe më pas edhe nga dëshmia e punëtorëve të kësaj pike të këmbimit të valutor dhe në bazë edhe të një kamere sigurie ka nisur edhe kërkimet për gjetjen e këtij personi. Siç e thash edhe më sipër, është më themi rasti i dytë brenda më pak se një muaj që pikët pra këmbimi valutor apo grabitjet në pikën këmbimit valutor kryen kryesisht në mes të ditës dhe një zonë më të populluar, siç është edhe zona 5 Maj, por këtu referuar edhe zonës së Deliorgjit, ku një tjetër person u fut në bank me armë zjarri për të marrë dhe për të grabitur sasitë e parave. Tashmë do duhet që grupi hetimor të verifikojë nëse ka pasur bashkëpunëtor apo ka pasur bashkëpunues në këtë grabitje të dhunshme me armë zjarri, por nuk raportohet në fakt që pasur të lënduar si nga ana e personave të cilët punonin në këtë ambient, por edhe nga ana personave tjerë, për shkak se edhe në kërcënimin e paktën në duke si armë zjarri janë bindur për të dorëzuar paratë. Pra kush kanë qenë personat që janë bindur? Pra ka patur punonjës aty brenda dhe nuk ka qenë vetëm një. Këtë po konfirmojmë Edison? Pra brenda pikës së këmbimit valutor. Në fakt po, në fakt janë brenda këmbimit valutor janë dy stena që funksionojnë. Si njëri është për këmbimin valutor të monedhave të huaja dhe tjetra është për pagesat të cilët kryhen si gjobat e makinave, siguracionet apo rimbushjet e telefonave apo rimbushjet të aparateve të tjera. Pra janë dy stena brenda pikës këmbimit valutor. Pra kanë qenë dy punonjës. Siç shikohet, kryesisht janë gjithkohës janë dy punonjës, duke qenë se unë jam edhe banori kësaj lagje dhe kam parë shpesh në fakt që ka pasur edhe një, më them si dyqan, ka pasur një fluks të lartë edhe të shërbimeve, por edhe persona të cilët kërkojnë shërbime për kësaj pike
të këmbimit valutor dhe kemi edhe një njoftim zyrtar, tashmë Lili më lejo ta lexoj edhe njoftim zyrtar informacionin paraprak policisë së shtetit, ku rreth orës 90 minuta në rrugën 5 Maj, një shteti asendi pa identifikuar në kërcënimin një sendi në duke armë zjarri pistolet, ka vjedhur një shumë parash një pikë këmbimi valutor brenda një qendre tregtare dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Me njëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë shkuar në vend ngjarje dhe kanë bërë rrethimin e zonës dhe kanë ngritur pika kontrolli në akse rrugore përreth. Dhe njofton se shërbimi i policisë po krejnë zonën dhe po vijojnë edhe kërkimet për gjetjen e autorit. Pra ashtu siç e thamë edhe më sipër, një person ende i pa identifikuar që në pamje të parë një identikit duket një moshës 40 vjeç i veshur me xhup blu, pikërisht po kryen këto edhe po kryen grabitjen me armë zjarri. Ky është momenti kur ekspertët policisë së Tiranës po afrohen pranë pikës së këmbimit valutor për të marrë edhe gjurmë të mundshme të grishinëve apo ndonjë gjurmë tjetër të cila mund të ishte ndoshta decisive për identifikimin e autorit të ngjarjes. Ende nuk është identifikuar nëse ka qenë një armë zjarri e vërtet apo një armë zjarri lodër, kryesisht pistolet, të cilët funksionojnë dhe kanë funksionuar edhe në skenat të tjera të mëparshme, por nga pamjet e kamerat sigurisë rezulton se në dukjet e saj ishte forma e një armë zjarri dhe sigurisht edhe në bazë edhe të kësaj armë zjarri duket që punonësit janë bindur për dorëzuar edhe shumën e parave. Dhe duke qenë se policia ka dalë me këtë njoftim, Edison, do të thotë që informacionet e para i ka marrë nga dëshmitar të ngjarjes apo nga kamerat e sigurisë. Pra për shkrimin e autorit të grabitjes, e po ashtu edhe nëse ka marrë informacionet të sakta në lidhje me shumën e parave deri në këto momente të rëmbyera. Sa i takon momentit parë të identikimit të tyre, sigurisht është ndihmuar edhe nga dëshmia e punonjësve të cilët janë në pikën e exchange-it, por ashtu edhe nga kamerat e sigurisë, të cilët kanë bërë, mund themi, një identikim të parë dhe të qartë se çfarë ka ndodhur konkretisht në pikën e këmbimit valutor dhe sa i takon momentit të dytë të shumës së parave, po verifikohet për shkak se duhet marrë dëshmia e punonjësve se sa kanë pasur pra se sa kanë hapur xhirun ditore të këmbimit valutor dhe për të bërë një bilanc se sa është marrë apo sa është grabitur nga personi ende i pa identifikuar. Pikërisht kjo kërkon pak kohë, por besohet të jetë një shumë e konsiderueshme e cila është marrë nga pika e këmbimit valutor këtu në zonën e 5 Majit, por për detaje më të hollësishme do duhet në fakt që të ketë edhe dëshmitë paraprake të cilët do mundsohen nga punonjësit drejtuar policisë. E qartë, dhe ashtu sikur se duket janë pikërisht punonjësit e policisë të cilët kanë hyrë brenda ambienteve të këmbimit valutor për të marrë ashtu sikur se e the edhe ti Edison, gjurmët nga autori që tashmë është në arrati pas grabitjes që ka bërë pikërisht në pikën e këmbimit valutor. Unë të falenderoj për momentin, nëse do kesh të tjera detaje në lidhje me këtë grabitje në një pikë këmbimi valutor në zonën e 5 Majit në kryeqytet, të ftoj që të kërkosh sërish linjën.